Astrologët paralajmërojnë se viti 2026 do të jetë sfidues për disa çifte të zodiakut, pasi kombinimi i aspekteve të forta planetare pritet të sjellë tensione, distanca emocionale dhe vendime përfundimtare. Sipas tyre, asnjë ndarje nuk ndodh papritur. Rrënjët e problemeve ekzistojnë prej kohësh, ndërsa energjitë e reja planetare thjesht i nxjerrin ato në sipërfaqe. Megjithatë, çdo fund mund të shërbejë si një fillim më i shëndetshëm dhe më i sinqert për të dy partnerët. Dashi dhe peshorja. Ky kombinim do të kalojë një periudhë veçanërisht të vështirë. Saturni dhe Neptuni sillin konfuzion, presion emocional dhe zhgënjim. Peshorja do të kërkojë sqarime dhe kufi, ndërsa Dashi do të ndjejë goditjen e krenarinë dhe sigurinë e tij. Iluzionet dhe keqkuptimet e nxitura nga Neptuni mund ta bëjnë hendekun mes partnerëve të pakapërcyeshëm. Binjakët dhe Shigjetari. Nga 26 prilli 2026, hyrja e Uranit e binjakët sjell ndryshime të papritura dhe kërkesë për liri. Binjakët do të kërkojnë hapësirë, ndërsa Shigjetari do të lodhen nga paqëndrueshmëria. Nëse marrëdhënia ka qenë tashmë në tension, viti 2026 mund të shënojë ndarjen përfundimtare. Demi dhe Akrepi. Çiftet që i përkasin gradëve të parë të shenjave mund të ndjejnë fuqinë e Plutonit në ujor si një tërmet emocional. Zbulesat dhe tensionet e brendshme mund të shkatërrojnë marrëdhëniet e bazuara në toksicitet ose varësi, duke hapur rrugë të çlirimit personal. Luani dhe Ujori. Plutoni në Ujor sjell një fund të pashmangshëm për çiftet që kanë ndërtuar marrëdhënie të brishta. Konfliktet e nështruara prej kohësh do të shpërthejnë dhe partnerët do të përballen me të vërtetat e tyre me të thella. Ndarja mund të jetë e dhimbshme, por çliruese për të dyja palët.